E vendosur në zonën e pazarit karakteristik, qendra shëndetësore verore në Gjirokastër që prej qershorit është në shërbim të vizitorëve por edhe qytetarëve. Me funksionim 24 orësh, ka pritur raste të ndryshme që kanë kërkuar ndihmë, e cila i është ofruar nga stafi i saj i përbërë nga 2 mjek dhe 3 infermier. Ka rreth 2 muaj që ne punojmë te qendra shëndetësore verore në Gjirokastër. Ne kemi pasur aktivitet të plot, kemi pasur disa raste specifike, matje tensioni, mjekime plagësh, alergji të ndryshme, pickime insektesh ose nga barrat, alergji nga barrat. Kemi bërë matje glicemie për diabetikët. Dhe sot në mëngjes kemi bërë një matje glicemie. Trajtimin e plagëve të ndryshme, kryesisht janë shëmbje nga me që dhe terenin Gjirokastër është pak i vështirë dhe turistët nuk janë mësuar të ecin në këtë teren të tillë. Ka pasur trauma të lehta, nuk kemi pasur shumë. Kemi pasur një rast me intoksikacion alimentar, helmim ushqimor, të cilin e trajtuam këtu, bëm kundër të vjellave dhe i dham dhe tresol. E trajtuam këtu, s'kishte nevojë për ta çuar në spital. Gjatë korikut, ka filluar edhe aplikimi i tarifave për çdo vizitor të huaj që i drejtohet kësaj qendre shëndetësore. Qendra shëndetësore është hapur kryesisht për të huajt. Dhe ne kemi trajtuar të 2 rastet, edhe të huaj edhe shqiptarë. Tani kemi që nga fillimi i këtij muaji, nga Ministria e Shëndetësisë është caktuar një tarif për turistët e huaj, që nga fillimi i këtij muaji Ministria e Shëndetësisë ka caktuar një tarif për turistët e huaj. Vizita e mjekut ka një tarif të caktuar, mjekimi i plagëve ka një tarif të caktuar, për shembull, vizitat e mjekut është 10.000 lekë, të vjetra flasim. Mjekimi i plagëve prapë është 10.000 lekë sepse është trajtim mikrokirurgjikal, nuk është thjesht kështu. Një injeksion është 3.000 lekë, të vjetra, dhe disa tarifa të tjera. Në 60 ditë të qershorit e korikut bashkë, bluzat e bardha të qendrës verore shëndetësore në qytetin e Gurt kanë trajtuar 300 raste të ndryshme emergjencash.